Kjo është çik vështirë ta marrësh vesh ose ndoshta besoj që edhe Saliani po ta pyesësh akoma nuk është se e ka të nuk e ka artikuluar. Artikuluar dhe jo, besoj që edhe vet ka pikpyetjet e veta mbi objektivin. Kjo është një betejë që mendoj unë që ai shumë mirë që ka nisur, unë e shoh me sy pozitiv që ka nisur, qoftë për të shpërtuar dinjitetin një partie e cila është në një gjendje ku në kulmin e disfatës vet nuk del një njerëz thotë ore jemi në disfat. Domethënë nuk del një njerëz thotë shiko, ky që e ka prodhuar këtë disfat tiki. Domethënë një gjë që gjithë Shqipëria e kërkon, që të largohet Sali Berisha, brenda Partisë Demokratike nuk e kërkon askush. Dhe kjo është turp dhe njollë e tmerrshme për një parti e cila pretendon se ka sjell pluralizmin në Shqipëri. Pra një parti ku nuk ka kuraj askush thotë gjën më elementare, më normale në botë, qoftë edhe sikur të jetë e gabuar kjo, thotë që Berisha duhet tiki. Unë besoj që dikush thotë që kryetari duhet tiki, ndodhet në partinë më të suksesshme në botë. Ka njerëz që mendojnë që do të vijë një tjetër se ndoshta është më i suksesshëm. Në një parti ku kryetari është më i dështuar në botë, se unë nuk di një parti që dështojnë në këtë lloj drejtësi siç ka dështuar PD-ja, nuk del asnjëri të thotë që ky kryetar ka dështuar dhe duhet largohet. Tani, unë mendoj që Saliani me këtë po i shpëton dinjitetin se partie, sepse po na bën ne themi që brenda se partie pas ka dhe njerëz që reagojnë. Më në fund. Domethënë, kjo shoh pozitiv. Tani, kjo që thua ti, që se çfarë do të bëj? Unë deri tani nuk kam parë Saliani asnjëri që të thotë që ne duam të largojmë Berishën. Nuk e kanë akoma këtë kuraj. Domethënë që është akoma larg asaj që unë do doja, jo se është në heroizëm, për të qenë një realitet normal. Pra që të thuash që Berisha tiki është thjesht një realitet normal, nuk kërkojnë asgjë jashtëzakonshme. Saliani ka thënë që duhet marrin përgjegjësi të gjithë. Domethënë, deri tani ata kanë pasur kurajën për të thënë që Berisha ka bërë gabime, por nuk kanë pasur akoma kurajën për të thënë që Berisha duhet tik. Unë mendoj që këta duhen mbështetur dhe duhen shtyrë ta krijojnë këtë kuraj, sepse nëse ata do thonë thjesht që Berisha nuk e kanë. Po, domethënë të marrin besueshmëri që kjo gjë mund të funksionojë, kjo është ideja. Nëse mbështetet, unë besoj që ata, sepse logjikisht unë mendoj që ata që janë pas Berishës dhe e mbrojnë Berishën dhe kuptojnë që ai është problemi dhe duhet ikë. Kështu që këta e kanë qartë që Berisha është problemi, por problemi është që a kanë këta, domethënë a shohin ta shpresë që duke u vendosur ballazi Berishës përballë për largimin e Berishës, do të mund ta çojnë diku lëvizjen e tyre. Kjo është pikpyetja.